që sot jemi mbledhur sot për të dedikuar femrës. Të gjithë femrat që janë këtu në këtë sallë sot, dua që të gjithë të duar trokasin, sepse i është dedikuar juve. Faleminderit. Dua të tregoj një histori shumë të shkurtër, sepse unë po bëj këtë event. Nuk e di nëse juve i shikoni shumë lajme shqiptare, portale, jeni në TikTok apo jo, por shpesh dëgjoj vetëm lajme negative ndaj femrës, ndaj gruas. Dhe të vetën herë që neve shikojmë gruan shqiptare, nga kudo që ndodhet në botë, është për një violencë, për një dhunë, për një krim, apo për skandal. Dhe një ditë, duke parë vajzën time, vajzat e mia në fakt janë sotu, thash, çfarë do mendojnë vajzat e mia kur një ditë të kenë rrjetet sociale dhe të shikojnë se kështu përfaqësoj grua shqiptare në televizione, në portale. Sepse shoqëria ime, mikeshat e mia, gjithë ju këtu sot, nuk jeni gruaja që më shikoni, nuk e përfaqësojnë këtë grua. Dhe doja ta bëja këtë event sot, sepse unë njoh shumë si përmarrëse, profesioniste, nëna, heroina, që kanë kaluar vështirësi që nuk mund ta merrni dot me mend, kanë histori të dhimbshme, histori të bukura, dhe dua që njerëzit të shikojnë dhe të inspirohen nga ju, jo nga njerëzit të tjerë që mbase nuk i përfaqësojnë. Kështu që faleminderit që jeni sot, sepse kjo është dedikuar për ju. Faleminderit. Të bësh një event të tillë shumë i vështirë, dhe gjithmonë falenderoj sponsorët në fillim sepse kam merak mos i harroj. Nuk duhen harruar sepse pas sponsorat, eventi shumë i vështirë për të organizuar. Unë nuk kam një organizator fitimturse, jam thjesht unë, Marsila, skuadra ime, agjencisë time marketing dhe spend to market, dhe të gjithë mikeshat, relatat, qendrat ku jemi duke bërë eventin, që bëjnë këtë event të suksesshëm. Sepse nëse nuk kemi një relat, nëse nuk kemi network, dhe shumë e vështirë. Prandaj dua një falënderim të veçantë, ta nisim me Al Portal, një kompani që po lidh shqiptarë në mbar botën përmes lajmeve biznesi, kulturës dhe komunitetit. Është një aplikacion, e keni në pjatën tuaj sot. Do kishim vërtet nevojë për mbështetjen tuaj për ta dalë në duar dhe pse të krijoni profilin tuaj. Faleminderit Al Portal. Një falënderim i veçantë i shkon avokates Malellari Law, që është si përmarrëse re dhe ka nevojë për mbështetjen tonë. Nëse nuk i keni thënë përshëndetje sot apo një mbështetje, faleminderit për mbështetjen e këtij eventi. Dekorin e bukur që shikoni sot është organizuar nga mikesha ime, që kemi njohur në shkollën e UConn, ku kemi vajtur bashkë në Connecticut, dhe kemi mbetur mikesha, jemi thyer si përmarrëse, dhe është vërtet një heroinë e vërtetë sepse është full time mësuese, bën biznesin e saj dekor në fundjavë, Ela Events, dhe ka kanal YouTube ku mëson fëmijëve shqip dhe anglisht që të mësojnë gjithë kulturën dhe të jenë më të pranishëm në identitetin shqiptar. Faleminderit Ela Events për bërë të ndërmjet. Çokoladat e bukura dhe dekorit që vjen në pjatë është realizuar nga Kristiana, aka Personalized Favors, që mund ta keni për çdo event tuaj, për një baby shower, një mbrëmje, një fest. Dhe vërtet ka punuar shumë fort për këtë event sot, edhe pse ka qenë shumë challenge. Kështu që faleminderit Kristiana dhe mbështetni Kristiana me një sot. Dhe Kristiana ka vetëm një video gjysmë në Amerikë, edhe shikoj çfarë ka realizuar. Dua gjithashtu të falenderoj Iris Party, që bashkon komunitetin shqiptar dhe bën party për festat shqiptare. Faleminderit Iris Party, nuk ndodhet fatkeqësisht me ne sot, për një dorë tërkitje. Me sa pash, e pat që kemi dhe një konsulente bukurie, Drilona Halilaj. Faleminderit Drilona që je me ne sot dhe na mbështetet në event. Dhe gjithashtu falenderoj kompaninë Melaj me gjithë produktet bimore që janë të ardhur të prodhuara nga Shqipëria. Nuk e dija që mund të blija çaj male në Amerikë, sepse ngella duke marrë me bave, me mamë, kush vjen nga Shqipëria. Por e keni tavolinë aty, interesoni mbështetjen që pseo të rrisi bizneset shqiptare, diasporën shqiptare këtu në Amerikë. Dhe normalisht dua që falenderoj skuadrën time, punën e palodhur që ju nuk e imagjinoni dot që është mbrapa skene për të bërë këtë event sukses, po dhe
dhe që ju të jeni këtu sot, kompaninë time Expand to Market. Do të tanis me një pyetje, okay? Më bë kjo pyetje diku, dhe thash, do jetë një pyetje shumë interesante, të tani sot dhe të marrë mendimin tuaj. Nëse ju do të kishit 3 dhunti, 3 fuqi, po vetëm njërën do zgjidhni, nga ato 3 janë të keni njohuri, të keni kontakte apo të keni para. Nëse ju do zgjidhin një, cilë do zgjidhin? Njohuri. Në një tjetër? Asnjëri s'ka para. Nuk kemi gjithë milionera. E kemi nami gjithë milionera. Okej, po nisi, po ja analizojmë. Okej, të kemi para. Paraja normalisht të hap shumë dyrë, të bën biznesin më të suksesshëm, po çfarë është paraja pa njohuri, pa inteligjencë? Çfarë është paraja pa kontakte dhe të dish si ta përdorësh në mënyrën e duhur? Nëse do të zgjidhim njohuri, atëherë njohuria është diçka që mund të fitohet. Unë nuk jam sot tu sepse isha ulinda o bëra inteligjente. Jam sot tu sepse kam mësuar, nuk kam thënë jo, dhe kam bërë gjithmonë diçka të friksuar. Kam bërë diçka që do të më thëmë shumë, do të isha dikushin e jetë. Po kontaktet është ajo që mua më ka bërë të mundur të ecë më shumë përpara, dhe për thëmë kontakte, nuk ka të bëj vetëm me sipërmarrje, ka të bëj me një mbështetje, ka të bëj me një fjalë të mirë. Si je? Ne fjallën si je, e kemi bërë si që kemi si je. Po në fakt, fjallën si je, për një grua, për një sipërmarrëse, do t'jetë pak më e thellë, sepse jemi të gjithë të izoluar në farë mënyre. Jemi të vetmuara sepse jemi aq të vështira, jemi aq të mbilarkuara me familjen, me fëmijët, me aktivitetet, me biznesin, që nuk kemi kohë të marrim shokun dhe të pyesim si je, si po kalon. A ke ndonjë nevojë? A je mirë, mendërisht? Emocionalisht. Dhe mendoj që kontaktet janë ato që vërtet e rrisin një komunitet, e rrisin një brand, dhe kontaktet janë ato që juve do të ndihmojnë të çani dhe të hapni dyrë që nuk i keni menduar ndonjëherë. Por një gjë që diç me ndodh për hapë një biznes, dhe jam shumë e sigurt sa sipërmarrës kemi në këtë sallë sot. Çfarë ndodh? Ne bëjmë sa llogaritje. E sepse unë jam një dentiste dhe them, okej, kam 50 familjar shoqëri, nëse 50 nga këta veta vinë dhe rregullojnë dhëmbët tek mua, plus shoqëria e tyre, wow, unë bëj nga milioner brenda javës. Them, okej, investoj para, marr kredi, hap klinike dentare. Çinkalla. Ku janë këta njerëz? Mendoj kisha një komunitet, një familje, një shoqëri. Është shumë e çuditshme. Tham, okej, mbas do të postoj rrjetet sociale. Fillon ti promovon rrjetet sociale, kam biznes. Unë bëj kështu, bëj këtë. Edhe gjithë shoqëria është aktive, poston story te Kim Kardashian, citate të pa lidhje. Po kur vjen puna tek postimet tuaja, të mbështesin, as like, as komente, thua ti, ku janë këta njerëz? Ku ndodhen? Sepse ky është realiteti një sipërmarrje. Njerëzit të vëshkojnë, të mendojnë që në bazë të rritë, u bë leti milionere me njëherë, nuk ka nevojë leti, bëj atë tjetër. Apo bë dikush tjetër, më ka lekë të njerëzit, po ka lekë, sa miliona bën. Dhe nuk e ndjen base është një kulturë, është diçka që mungon, dhe nuk është thjesht kulturë shqiptare. Është kudo. Mungon mbështetja, njerëzit mbasi mendojnë që ti arrite, dhe nuk ke nevojë për asnjë mbështetje, por ne kemi shumë nevojë për mbështetje thjesht të pyesni, si po shkon biznesi? A ke nevojë për një kontakt, një referencë, një ndihmës? Do të ndihmoj me diçka, nuk e kemi të kulturën tonë. Dhe akoma më e vështirë, kur hap një biznes, mos një biznes të vogël, njerëzit duket sikur të mbështesin, po kur marrin vesh çmimet, i ke një lloj si korporata, thonë, wow, po ti je biznes i vogël. Okej, jam biznes i vogël, po unë kam shumë kapele, jam marketerja, jam sportelistja, jam gjeti shikes, i bëj të gjitha, dhe normalisht kam kosto, si ka mundësi kur ti vete në korporat, e jep paran, ata nuk e din që ju ekzistoni, dhe pastaj, çfarë ndodh? Ti nuk bën negociata. Po kur është një biznes i vogël, dhe le të themi një biznes shqiptar, fillojnë negociata. Pse? Kur është shoqëria, ti shumica njerëz mendojnë që shoku, shoqen,
ka këtë biznes, do marrë ullje, do marrë discount. Sa vete ka ndodhur kjo? Kanë kërkuar ullje, kanë kërkuar çmime. Në vend që të mbështesin, thonë, hey, unë dua të mbështes, do vi tek ty dhe o te tjetri, por gjithashtu, çfarë kujt mund të referoj? Shumë pak njerëz e bëjnë. Kur më tha një shoqë një ditë që hey, mora bizneskarët e tua dhe i kam shpërndar nëpër librari, nëpër kështu, unë kena shokuar, nuk ja kërkova. Pa ajo është mbështetje, ajo vërtet donte që unë të arrija diku mbase një kontakt, mjafton një kontakt. Po një realitet tjetër i hidhur, dhe më duhet ta cek, sepse është një realitet që jo shumë njerëz flasin për vështirësitë e sipërmarrjes. Kur një burr hap një biznes, të gjithë e inkurajojnë, i them bravo, lumë, ec përpara. Gruaja e mbështet, i jep gjithë hapësirën e dur që ky burr të bëjë sukses, se normalisht kur ekonomia rritet, rritet ekonomia familjare, fëmijët kanë shumë mundësi. E di çfarë ndodhi kur një grua hap një biznes, nuk merr të njëjtin motiv, inspirim dhe bravo Marsila ja rrite, sepse shumica e njerëzve e lidhin gruan me thjesht me trungu familjar. Normalisht ne jemi trungu, jemi rënjët, jemi pema, jemi çdo gjë. Pa ne nuk ka familje, dihet. Normalisht partneri, burri ruan një rol të rëndësishëm, por ne jemi fryma kryesore e një familje të shëndetshme. Kur një grua hap një biznes, realiteti hidhur që shumë burra që unë kam folur nuk e kuptojnë, sepse gjë e parë që njerëzit tonë është po, kush do i mbaj fëmijën? Kush do kujdeset për familjen? Thua ati se kur ne do hapim biznes edhe paçi. Jo! Ne kemi nevojë për mbështetje familjare, mbështetje nga komuniteti, sepse që në historikun ton, gruaja është rritur për të mësuar të kërkojë leje të zëjë vend në një hapësirë. Të historikun ton, nga mënyra se si unë jam rritur, dhe më besoni jam rritur në një familje shumë shëmbullore, kam babain këtu, ka qenë mësues fiziu që ka dalë në pension, dhe më ka motivuar të mësoj, më ka motivuar të ecë përpara. Por nuk e ka kuptuar faktin që ne duam shumë se kaq, ne duam sipërmarrje, duam të arrijmë qëllime të larta, duam të rritem në karrierë. Dhe si babi me frikën e vet dhe shumë të tjerë që kam dëgjuar dhe duke folur, thotë të njëjtën gjë, nuk i japin kuraje, pra e demotivojnë gruan të ecë përpara, ku në fakt të gjithë do të kemi krah hapur dhe ta mbështesin. Hey, do bëj një mbështetje. Dhe kur gruaja thotë që unë kam mbështetje dhe i pyes, "Okej, ku flas? Cila është mbështetja juaj?" Po burri më lejon të punoj. Pse ekziston akoma kjo gjë në kulturën tonë? Burri më lejon të punoj. Burri më lejon të shkoj. Kur në fakt do të jetë burri po më ndihmon të më mbështesë në biznes, mund të jetë në çdo gjë, mund të jetë një darkë, mund të jetë kujdesi ndaj fëmijëve, sepse kur rritet biznesi, kur rritet ekonomia, rritet ekonomia familjare, jemi çift, jemi partner. Nuk ka një familje, një martesë të shëndetshme, nëse gruaja dhe burri të dy nuk janë të lumtur. Prandaj do të ketë shumë konsensus. Që në vogli, unë dhe shumë gra të tjera, jemi rritur me idenë të jemi grua e mirë, të jesh vajzë e mirë. Po, vajzë e mirë, grua e mirë për burrin, vajzë e mirë për prindrit. E shikoni ku po dal me këtë? Është e mirë koncepti se si të tjerë ndjen për ty. Po jo se unë jam e mirë. Nëse unë nesër pas nesër do vrapoj 5 mila në një maraton, më besoni nuk do vrapoj, se më dhëmezi, po. Nëse unë do vrapoja, mendoni që do dhej dikush, bravo Marsila, sa grua e mirë që vrapove. Jo, dhe është diçka që ne duhet ta ndryshojmë, duhet t'i motivojmë gratë që po mundojnë të bëjë diçka ndryshe. Sa do e çmendur të jetë ideja, se tek e fundit ti nuk e di çfarë është në mendjen e saj, në kapacitetin e saj, në vullnetin e saj. Ne mund të arrijmë aq shumë nëse do kishim hapësirën dhe mbështetjen e komunitetit tonë, e familjes tonë. Kur unë lash korporatën edhe hapa kompaninë time Expand to Market, isha akoma me leje lindje, e pash kjo nuk ishte më ajo që doja, sepse nuk e ndjeja që ishte ëndra ime, po jetoja ëndrën e dikujt tjetër. Fillova të kuptoja që, okej, do e hap, çfarë do bëj? Shumë njerëz kanë shumë frikë të shesin. Por arsyeja pse kanë frikë të shesin është se mendojnë që unë do të shes, do t'i mbush mendjen të bëj diçka. Në fakt, ti jesh një agent i një shitje, sepse kam eksperiencë, kam trajnuar mbi 800.000 agent të shesin IT Solutions Cyber Security, di çfarë po flas.
nuk ka të bëj fare me të shitur dhe me t'i mbushur mendjen njeriu tjetër. Ka të bëj me, po vetë prapë kontakti, një relat, një besim, dhe të arrish të kuptosh ai problem që ai person ka, ti e zgjidh. Se nëse ti e kupton psikologjinë e shitjes, atë nuk ke nevojë të mbushësh mendjen sepse ti po i bën der, po i zgjidh atë problem. Dhe unë këtë gjë e mora, thash, okay, nuk kam buxhet, nuk kam brendim, nuk kam rrjete sociale. Pse duhet më pengonte kjo gjë? Kisha asnjë gjë, isha vetëm unë, Marsila. Fillova me gjën që dia të bëja, kontaktet, relata, LinkedIn, spam. Por nuk kërkova asnjë gjë, thjesht thash, hey, është kënaqësi të njehesh me sipërmarrës, që janë lokal, të dua të njihemi, të mësoj nga ju, dhe përpara si unë të ndihmoj ju dhe bashkëpunojmë, kaq. As kërkova takim, as gjë. Thjesht nga ky mesazh i thjesht, pa kërkesë, arritëm merra 4 klientë mi të parë muajin e parë. Dhe thash, okay, duke u rritur klientë prap, pyetje. Kur pyet dhe mundosh të mësosh më shumë del problemi. Sipas problemeve kuptova që okay, të gjithë kanë nevojë për një agjenci marketingu që le të themi part-time për atë, dhe të rrisin departamentin e tyre. Nga kjo, filloi suksesi i kompanisë dhe aty fillova të bëja brandimin tim sepse nuk po më njihte dikush, më thoshte kush është Marsila, kush është excellent to market. Dhe mendova që okay, nëse unë bëj kontent në rrjetet sociale dhe i ndaj gjithë këshillat e mia, dhe thjesht ndaj këshilla, njerëzit do vinë tek mua. Dhe kjo gjë jo vetëm që ndodhi, nuk ishte e lehtë normalisht. Asnjëri nuk lind inteligjent, nuk lind i ditur, nuk lind mësova sepse edhe pse kam 2 fakultete, një është nga Universiteti i Connecticutës këtu në SHBA për marketing biznes, nuk mësohet asgjë nga kjo, nuk mësohet se si ta vërtet arritësh një biznes, nuk mësohet marketingu social, YouTube, Instagram, nuk mësohet fare. Dhe unë kam mësuar, e kem implementuar vetë dhe jam rritur, dhe vetëm sepse unë bëra një gjë shumë të parahatshme, se shumica e njerëzve nuk e bëjnë atë hapin e parë të parahatshëm, më dha mundësinë të bëj evente të tilla, të mbledh komunitete bashkë, të bëj pasionet e mia, të kem fleksibilitet në familje, të udhëtoj, të bëj homeschooling, bëj mësim nga shtëpia vajzës së madhe, të jem më mbështetëse për burrin tim sepse kishte karrierë full time, dhe të jem nëpër televizionet të famshme shqiptare, gazeta, podcaste, intervista të pafundme. Dhe kur e kuptova që Chelsea rëndësia më e mirë self branding, i vetes tënde në radhë të parë, pastaj kompanisë, aty e kuptova që nuk ka limit. Nuk ka limit. Dhe shumë njerëz më pyesin si e balancoj. Nuk ka asnjë është shumë e vështirë të i thënë diku si e balancoj. Nuk balancohet. Vetëm ec përpara. E marr një ditë me radhë. Dhe mëson diçka, funksionon, bëj meal prep, të dilën nga 2 për 3 ditë, të riflasin një gjëra shpish. Por nuk ka balancim sepse nëse unë them që gjithë ne këtu jemi të suksesshëm, gjithë ne këtu jemi milioner, do të thotë që neve do bëjmë depresion gjithë muajin tjetër, sepse një sipërmarrës i vërtet nuk ndalon, nuk e quan veten të suksesshëm. Do që të eci përpara, më shumë. Dhe nga njëra është një gjë pak toksike që kemi, sepse e kemi frikë adrenalinën, po dhe prapë jemi të varur nga adrenalina e një gjëje më të madhe, një gjëje më larg. Dhe prandaj sot një gjë doja që të gjithë ju ta merrni si këshill, çfarëdo ide të çmendur që keni, edhe pse jeni me frikë, mbasi pini një gotë verë, ose mos e pini, po edhe pse jeni me frikë, nisni dhe thjesht besoni tek vetja se nuk ka për besuar njëri tjetër më shumë se ju, dhe ecni përpara, dhe shikoni frytet tuaja. Do habiteni mundësitë që unë kam parë femra të shumta që kanë arritur nga hiçi vetëm sepse ishin delusional, ishin të çmendura. Një gjë tjetër që vura re në komunitetin tonë shqiptar është që kemi shumë organizata jo fitimprurse, i falenderoj sot kemi Vatrën, kemi Çuani Bosso, normalisht Albin Bosso Community Center për bëjë eventin, kemi Mazbesën, e shumë organizata të tjera. Dhe vërtet i falenderojmë sepse po mundohen me mishë shpirt të lidhin këtë komunitet më sa mundet, sepse jemi shumë të shpërndarë. Kemi njerëz nga New Jersey, New York, Connecticut, Shqipëria. Dhe është e vështirë të lidhesh komunitetin si një aq të shpërndarë. Por një gjë kuptova tash, nëse unë filloj komunitetin tim dhe bëj pjesën time të komunitetit, e nisa me grupin sipërmarrës shqiptar mbar botën, e nisa më shumë për të jetë një grup mbështetës për sipërmarrës, për profesionistë, pyetje përgjigje, dhe mendova që si unë që t'jem pak e vetmuar dhe pak
mbase sikur nuk kanë mbështetjen e dur, do ndjen shumë të tjerë. Dhe për 4 vite ai grup organikisht u rrit 43.300 anëtarë po rritet. Edhe është një çudi e madhe se tash okay, akoma njerëzit pyesin ku mund të gjej dentist në këtë zonë, ku mund të gjej një avokat në këtë zonë, ku mund të gjej një investitor. Tash si ka mundësi në 2026 dhe akoma kemi vështirësi të lidhim komunitetin shqiptar në çfarë ka nevojë. Dhe okay, grupi është mbështetës, po e ndjeva si kolli, i themi ne, si një gjë mbrapa veshit që më tha, Marsita, mund të bësh më shumë. E ke mundësi të bësh më shumë. Unë sot kam një sekret për gjithë ju sot. Nuk e kisha bërë plaka ndaja, e ndi vetë burri im, 2 veta tjerë. Nja, shiko, ishta zanë, thot. Jo, nuk jam shumë zanë. E mbyllëm atë ka kujtu. No more. Po shiko, direkt ishta zanë. Shumë njërës nuk e di që unë jam shumë delusional, e çmendër në kuptimin e fjalës, dhe buxhetin tim me 2 veta të tjerë për një vit e sa ne kemi punuar për aplikacionin që i po shikoni në pjatë, Alporto. Dua të jesh një duar tërkitje. Sepse është vërtet aplikacioni i parë që e kemi bërë tamam nga dashuria që ka ardhur nga misioni, për të parë se si mund t'i lidhim shqiptarët në mbar botën. Po jo thjesht një mesazh i connection. Me anë të Alporto, bizneset kanë mundësi të hapin profilin e tyre dhe të tregojnë në hartë. Nëse ju do keni account Alporto, nuk ke nevojë më të thuash kush një dentist në Beverly, Massachusetts, sepse do i gjesh një dentist brenda Alporto sipas hartës. Nëse ju zhvendosni, kemi Kristiane ka 1 vit e gjysmë këtu, dhe mbase do të bëjmë mikesha në kohë në vendin ku është, me anë të Alporto ajo mund të thojë që okay, ku ka shqiptarë të afër meje, se gjithë shqiptarë janë aty normalisht, dhe mund t'i gjej këto kontakte. Dhe normalisht Alporto ka shumë punë. Nuk është se ne kemi pas investor, normalisht për momentin është free për të gjithë. Bizneset kanë 2 muaj falas dhe pastaj është vetëm $29, që më besoni është më pak se ju pagoni për Canva apo AI e tools të tjera. Dhe ajo është një mënyrë që neve ato para të marrin dhe të shtojnë features. Sepse mund të krijoni evente, mund t'i postoni evente dhe keni një target audiencë më niche. Se ti në Facebook nuk mund të bësh filter, dua të bëj connection me shqiptarë. Në LinkedIn të njëjtën gjë. E ti si gjeju kontaktin në LinkedIn, them okay, bëj filter Massachusetts dhe pastaj shikoj, okay, Artan, ky duket si emër shqiptar, okay, dhe shikoj Halili, okay, dhe ashtu i gjej. Pse duhet jemi kaq akoma të palidhur, kur neve mund të jemi të lidhur dhe ndërthur me gjithë komunitetin, gjithë diasporën globale. Kështu që dua që të mendoni që ndonjëherë ajo gjë që keni mbrapa kokës, sa do të çmendur, unë nuk e di ku do shkoj Alporto për 5 vjet apo 10 vjet, por më besoni do bëj të pamundur ta bëj sukses. Siç çdo kush nga ju bën të pamundur për të jetë sukses për veten tuaj. Por thjesht dua ta merrni këtë si një motiv që nuk ka asgjë që nuk mund të arrihet. Sepse edhe nëse nuk e ke buxhetin për diçka që do buxhet, jam shumë e sigurt që do gjeni njerëz që kanë të njëjtin pasion si ju, të njëjtin ide, të njëjtin mision dhe do t'ju ndihmojnë. Mua kështu më kanë ndihmuar të jem ku jam sot. Kështu që faleminderit të gjithëve dhe shpresoj ta vizionoj të mbrojtjen.